Të nderuar shikues, vazhdojmë me atmosferën e pragndeshjes Vllaznia Malisheva. Pak më herët ishim përpara stadiumit në sheshin qendror të Loro Boriçit, ku intervistuam edhe dy figura nga Kosova, menaxherin e futbollit Gëzim Qira, si dhe përfaqësuesin e tifozëve të Malishevës Hashim Hoxha. Tashmë jam pikërisht shumë pranë vendeve VIP të stadiumit Loro Boriçi, aty ku zakonisht Meki Doçi, emblema e futbollit shqiptar, kapitenja Vllaznis, kapitenja e kombëtarëve të Shqipërisë, nuk mungon në asnjë ndeshje të Vllaznis. Mirë se erdhe Meki. Mirë se gjeta. Në shtëpinë tuaj. Pavarësisht se ju jeni nga një qytet tjetër, por jeni rritur. E keni thënë vetë se jam rritur në Shkodër. Për mua është kënaqësi gjithmonë të jem pjesë e këtij qyteti dhe pse jo dhe këtij stadiumit mrekullueshëm ku ka vite ku kam dhënë gjithçka, kështu që shpresoj të kem marrë me këmbë mbar si gjithmonë. Dhe madje keni sakrifikuar sepse ju po kryeni fazën përgatitore në Puk. Do keni ardhur nga Puka posaçërisht për të parë Vllaznin. Realisht kishim sot edhe si ditë pushimi, ndoshta për një kohë rikuperimi. Kjo ishte edhe arsye që përfitova nga rasti edhe të vija çikoja neshën, patjetër që është emocion dhe tifozëri, dhe jam një tifoze e zjarrt, nuk e kam fshirë asnjëherë tifoze e zjarrt të Vllaznis. Ekipit Vllaznis, kështu që shpresoj të fitojnë sot. Si e shikon raportin fushën e lojës? Vllaznia me probleme, për diçka ka kompensuar orët e fundit në lidhje me merkaton. Po duke pas parasysh gjithë ndryshimet që kanë ndodhur edhe në përbërjen e ekipit të Vllaznia, unë e kam ndjek ekipin e djeve, jashtëzakonisht shumë, edhe me përbërjen e lojtarëve që ka, edhe problematika që ka brenda. Unë besoj të lojtarët sepse luajnë në fushën e tyre. Besoj sepse kanë një arsye më shumë për këtë tifozëri zjarrt që kanë këtu për me dhënë gjithçka. Kjo është ajo që më bën me besu më tepër, sepse ndoshta ekipi nuk ka pas atë kohën e dur për mu lidh me njëri tjetrin, por dëshira është gjëja kryesore që ndoshta mund t'i bëjë që të dalin ta mbysin këtë pjesë dhe të fitojnë sot. Historike konsiderohet përballja Vllaznia Malisheva për herë të parë në Kupat e Evropës. Shumë tifoz kanë ardhur nga Malisheva, por ndërkohë stadiumi akoma nuk është ngrohur nga tifozëria shkodane, e cila duket se ka një tip ftohje që nga humbja e titullit kampion. Po tifozat janë shgënjur realisht, sepse kishte kohë që e priqim që ky ekipi të dali kampion, e presim ka vite me radhë, por tifozat duhet të jenë gjithmonë pranishëm për ta mbështetur këtë ekip, sepse futbolli është i pa kuptim. Pa tifoza, futbolli nuk shijon. Pa tifozat janë ato që t'japin motivin kryesor kur vrapon në fushë, edhe për lojtarët, kështu që Vllaznia është lund për Kupën e Evropës, e realisht janë dy ekipe shqiptare. Do thoja, do të uroj dyve suksese, por patjetër jam me Vllaznin. Besoni që Vllaznia e kalon turin? Po, hap pas hapi do të shohim neshën e sotme. Shpesh një shprehur dhe jeni me stadion, jam i saktë fans i Bekim Balaj, i sulmuesit, që të dy keni fituar këpucën e artë për disa vite. Bekimin e kam shumë shok dhe shpresoj që të shënoj sot. Ishim me Meki Doçin, kapitenin e Vllaznis dhe të ekipit tonë kombëtar në futboll për femra, një tifoz e flakt e Vllaznis, por edhe Bekim Balaj, që shpresojmë të shënoj sot. Meki, faleminderit.